Përshëndetje të gjithë gratë shqiptare në një intervistë tjetër të radhës, të gjitha ju gratë profesioniste shqiptare, ku sot unë kam nderin të kem Silvanën të ftuar në intervistën tonë. Silvana, faleminderit që gjete kohën që të kalosh pak kohë me ne dhe të bëjmë një bisedë shumë të këndshme bashkë. Dhe edhe ti, faleminderit që gjete kohën për mua. Absolutisht. Silvana, atëherë të fillojmë pak me prezantimin, më jep një prezantim të vetes tënde siç ti dëshiron, për të gjithë gratë shqiptare për të njohur më mirë. So, unë quhem Silvana Sheqi Çuni, kam 5 vjet martuar, kam një çup të vogël që kam 3 vjeçe, është krejti jeta ime, edhe më mban shumë busy. Kam ardhur në Amerikë në 96-ën, që kemi afërsisht mbi 20 vjet, edhe kur kam ardhur kam qenë 8 vjeçe. Edhe si vjeta ka vazhduar edhe tani jemi martuar siç ka kaluar koha edhe tani po shijojmë çupën. Vajzën, mashallah, 3 vjeç është vajza? Po, sa mbushi 3 vjeç tani në datën 5, korrik. Wow, atëre historia jote po gjeti kë që ka më shumë vite se unë do t'i ka ardhur shumë e vogël atëre, 8 vjeç. Edhe sa më flet dhe gjuhën. Po, kam qenë shumë e vogël dhe në fakt kur kemi ardhur në fillim, mami me babin nuk dinin anglisht edhe i kemi përkthyer të qera ne çfarë donin ata, se tani nuk edhe ata e flasin anglishten tani, po jo siç e kanë folur për shembull më përpara. Absolutisht. Awesome. Silvana, atëherë më jep pak histori nga backgroundi jot, shkollimin, ke bërë në shkollë, eksperiencë pune, me çfarë je marrë këto kohë? Sure. So në fillim kam punuar që 12 vjeçe, kam filluar tek një deli dhe punoja shtunë të diel, mami mi ruante lekët që merja dhe mi vinte në një bank me njanë për emrin tim. Pastaj jam lënë atë, pastaj jam futur në Dunkin Donuts, kam punuar afërsisht 10 vjet dhe kam bërë on and off, nuk është se kam qenë tërkohën. Për punë kam punuar në catering, Dunkin Donuts, kam bërë lloj gjërash, vetëm doja të provoja çfarë kisha dëshirë unë. Dhe kur isha në high school, dëshirën time që kisha isha të futesha në biznes. Po për çfarë lloj biznesi nuk e dija. Kështu që doja para se të futesha në college, doja një break. Edhe mora një 2 vjet pushim, vetëm punova në Dunkin's, punoja full time, plus punoja dhe catering, kështu që me ato 2 punët unë kam punuar mbi 80 orë në javë. Pastaj gjeta një punë out of the blue, nuk më doli kot për project management në lighting industry. Menaxheri i projektit që thuhet shqip. Po, kështu që puna ime ishte që unë të merja ato fixtures, drita që këta do vinin brenda tek buildingu, që unë t'i merja dhe shumë çfarë bëjnë, sa mund të rrojnë, kishte shumë specification, kishte shumë gjëra, edhe the project, ai që do ta fuste brenda në building, donte ta shikonte, që do aprovoje apo jo. Edhe unë fillova ashtu, pastaj pak nga pak u bëra project manager që merresha me tëra këto projektet. Edhe unë kisha mbi 25 projekte në javë. Dhe në muaj mbeshin mbi 100, sepse njëra fillonte mund të ishte e vogël, mund të kishte 2-3 drita që do futej, po ishin ca që kishin hundreds, që vinin në avash. Edhe e fillova me qef, pastaj u bë stres, sepse e dua këtë, po e dua tani. Edhe më nxori tër mallin e Shqipërisë, se kam babi dhe babi thot e dua, po e dua tani. Edhe të tërë ata merrin telefon, ku është kjo? Po si ishte mbrapa derës dhe po vinte, ajo sa vinin nga Franca, sa vinin nga Italia, sa vinin nga lloj njerëz, nga lloj vende tjera. Edhe u mërzita, edhe e lash. Edhe thash tani, për qa do bëj?
So, u futa në shkollë për kam shumë pasion fëmijë, i dua shumë, si ta them unë, edhe ata më duan shumë se bemi shumë. Kur lidhje me fëmijët speciale, mendon, po? Po, unë i dua me gjithë shpirt, nuk, like, të jenë të kujt, it doesn't matter, më afrohen dhe unë i afrohem, edhe si kur rrugës i shikoj, unë them, haj, ose vete i përqafoj, i kam shumë dashuri, ta them, shumë pasion. Edhe u futa në shkollë për early childhood education, për edukatore, si thotë në Shqip. Që që për moshën nga lindja deri në 5 vjeç. Edhe u futa në punë, gjatë sa fillova punë, po bëja dhe shkollën, se po i bëja të dyja. Tani, ne si mësuese, si edukatore nuk paguhemi, so e bëra një vit në një center, në një, ta them në Shqip. Edhe nuk paguhesha, ajo më paguante me $10, po $10 për shembull nuk është se shumë. Unë punoja 40 orë dhe s'ja vlente. Edhe njerëzit po merrnin dhe më shumë, plus unë tani po bëja dhe shkollën, eksperiencën e kam, që i kërkova më shumë, ajo më tha jo. Dhe në këtë kohë unë tani u futa si neni. Rash në dashuri me këta 2 fëmijë, ishin për mua u lidhëm, edhe prindërit e këtyre kanë një bakery këtu në Westwood, në Massachusetts, edhe ishin busy tërkohën, që ajo ikte në 5 mëngjesit dhe vinte në shtëpi në 6 darkës. Që ishte shumë busy. Edhe unë punova për ata, kam punuar 3 vjet, derisa çunin e kam marrë 3 muajsh, kurse çupa ishte 2 vjeçe. Derisa çuni bëri 3 vjeç, unë kam punuar 3 vjet 80 orë, like non-stop. Wow. Edhe pastaj fillova part-time, po në atë kohë pastaj unë u fejova, u martova, plus rash dhe shazane, dhe orët i avash ullën. Edhe erdhi çupa pastaj në 2017 dhe nuk kam punuar. Një shoqja ime hapi një biznes daycare në 2018 dhe më tha mua nga që unë, për shembull, i kam tëra eksperiencat edhe të tëra certifikata që duhet për director, deri në director. Tha do të vish edhe u bëm bashkë, hapëm një daycare. Ajo nuk zgjati shumë gjatë një vit, po mësova shumë edhe mësova çfarë më pëlqente dhe çfarë nuk më pëlqente. Ajo mbyll tani në nëntor, edhe pastaj ra korona edhe unë e kisha mendimin që çupën ta çoja në kopësh kur mbushi tani 3 vjeç në shtator, që dhe unë të filloja të punoja të shikoja për punë. Po korona na i prishi planet. Absolutisht. Të ndaloj pak këtu se dua të ndalojmë diçka të rëndësishme që e di ka shumë interes për komunitetin tonë. Ti po përmendje që hyre në një ide biznesi për daycare dhe e di që ka shumë interes sepse ka shumë zonja shqiptare që mendojnë që nga nevoja e madhe që ndoshta do shikojnë në lagjet ose komunitetet ku ato jetojnë, mbase hapja një daycare mund të jetë një zgjidhje për to. Cilat janë disa nga hapa praktike, ose si mund ta fillon një biznes të tillë, sepse ti tashmë po shpjegon që ke eksperiencë me një sipërmarrje të tillë. Çfarë mund të ndash me? Tani varet se çfarë kërkon personi. Po marr veten time. Unë që nuk jam tip që rri dot në shtëpi. Kështu që nuk mund të rri tërkohën mbyllur, nuk jam tip. Nëse një person e bën atë, është tip që mund të rri në shtëpi dhe hap home daycare. Edhe të paktën merr 5 ose 6 fëmijë dhe varet sa është në New York. Unë për Massachusetts e di që është 6. 6 është maksimumi që mund të hapet? Po. So merr se unë do ta bëja në shtëpi, so merr në bazë të dhomave duhet të ndash për shembull me square footage, sa është shtëpia me square footage. Edhe aq të japin, po 6 është maksimumi, nuk merrem shumë se do të 6. So janë 2 fëmijë, poshtë moshës 2 vjeç, edhe janë 4 midis 2 edhe 5 ose 6 vjeç, varet se si e do ti.
Edhe ajo është mirë, se lekët për shembull ti e merr, mund të marrësh një hamendje, një 3.000 në muaj, ose më shumë, ose më pak, varet se sa ku është zona, sa do kërkosh e sa do t'japin. Varet nga zona se sa mund të kërkosh për lekët. Po tani, për cleaning, mund të marrësh që do vit do pastroj njëra shtëpinë, ti mund ta bësh as a business expense atë, e heq. Shpenzim biznesi. Po, merr dritat, për shembull, do paguash dritat, po plus ti dritat i përdor edhe për biznesin, kështu që hiqet dhe ajo. Nëse ti do ngasësh makinën që do çosh fëmijët në shtëpi, hiqet dhe ajo. Kështu që varet, mund të heqësh shumë gjëra, edhe ajo është gjë e madhe se ti del me fitim. Absolutisht. Ti taksat, ti del me fitim. Besoj dhe avantazh tjetër që dëgjoj shpesh është që mund të mbajnë dhe fëmijët e tyre, sepse shumë nga kjo është zgjidhje edhe për veten tënde dhe pastaj edhe ndihmon dhe fëmijët e tjerë në komunitet. Po, ajo është e vërtetë. Kurse për të bërë center është çik më e vështirë se duhet të kesh lekun më njanë, edhe plus duhet tani të mendosh employees, njerëzit që do punojnë për ty. Ti duhet të kesh një buxhet ta heqësh me njanë që mos prekësh ato të shtëpisë. Një buxhet me njanë që ti do përdorësh për të paguar rentin ose nëse e ke bler, paguar qiran, të paguash punëtorët, do paguash dritat, etj, se do heqësh ato, se këto duhen paguar vinë apo s'vinë fëmijë. Absolutisht. Atëherë dua ta bëj pak ndryshimin që të kemi të qartë. Qendra është një daycare që ti e hap jashtë shtëpisë tënde. Po. Që do marrësh një location, që i themi neve, do ta marrësh me qira, dhe normalisht do mendosh se si do ta idejosh punëtorët, shpenzimet, duhet të llogarisësh, ke apo nuk ke fëmijë apo jo, janë pjesë të expenses, janë pjesë të investimit që ti do hedhësh për një biznes të tillë. Edhe duhet ta marrësh me mendim se me këtë po bëhem muhabet me një shoqe që 2 vjet e para do punosh ti. Derisa ty, se nuk është se ti do hapesh e do ta gjesh, do vinë njerëzit të gjithë me radhë. Po nuk do gjesh njerëzit që punojnë për ty. Është shumë e vështirë që të gjesh një njerëz që o do lekët edhe nuk do orët, o do orët dhe nuk do lekët, se nuk janë të njësoj. Kështu që është shumë e vështirë, për ata kishim ne gjëra më të vështirë, që ne nuk gjenim njerëz që të vinin të punonin për ne. Se kishte shumë njerëz që nuk kishte eksperiencë fare dhe ato thoshte dua $15 ora. Po ti sa dole nga shkolla? Okej, shkollën e ke, po nuk ke eksperiencë. Dhe kishin ato që ishin eksperiencë kërkonin nga $22-23 ora. Po kur e hap, nuk e paguan dot me aq. Absolutisht. Se nuk të del buxheti. Kështu që ajo është e tëra dhe unë e kisha si shtëpinë e dytë. Ikja në orën 6:30 dilja nga shtëpia, edhe në 6 darkës vija në shtëpi, se isha tërkohën atje, se ndodhe diçka isha unë responsible, se kisha unë ndorë. Absolutisht. Silvana, do të pyesja për këto licencat, se ka shumë herë pyetje nga shteti, normalisht ti nuk je në New York, por me nga eksperienca jote, duhen licenca që të aplikosh nga shteti? Po, edhe për shtëpi dhe për centers, po, duhen të dyja licencat. Edhe ato vinë ore pa orë, që vinë kështu. Haj, kot fare. Për që të jesh në standardin e normalisht të shtetit, çfarë ata kërkojnë për hapjen e daycare-it. Po. Okej, shumë faleminderit. Besoj që prandaj të ndalova pak, sepse ka shumë interes për këtë lloj biznesi që është pak a shumë dhe jetësor, edhe zgjidh edhe problemin, siç thashë, shumë nënave që të rrinë me fëmijët e tyre, dhe është diçka që unë e di që ka nevojë. Atëherë Silvana, mund të vazhdosh në rrugtimin tënd, sepse më pëlqen shumë si na, domethënë erdhe pak nga pak këtu ku je tani dhe çfarë bën tani. Me çfarë merr konkretisht. So, kur na doli korona, unë jam futur në këto grupet këto mama që rinë në shtëpi, stay at home moms në Facebook, edhe një nga këto kishte pyetur çfarë bëni, si punoni ju nga shtëpia. Edhe një nga këto
përgjigj dhe tha online shopping. Edhe unë më përgjeu se tani online shopping e bëjmë të tërë. Po. Të tërë blejmë nga interneti. Kështu që u thoj, ta shikojmë se qa është. Kështu që u futa dhe ajo po më shpjegonte që kur unë blej diçka, marr cashback cashback është lek që marr lek do ato që shpenzon, domethënë 1% të ardhura të vinë mbrapa. Po, të kthehet mbrapsht. Kështu që Messi e ka 5%, të marrim një ekzempull. Messi e ka 5%, Old Navy e ka 2%. Po ti do prishësh atje, kështu që të paktën e kthen. A go pak të paktën mbrapsht. Me diçka. Po. Kështu që kjo më pëlqeu dhe i thash jam e interesuar të marr më shumë informacione. Edhe kemi bërë folëm siç po flasim me ty, folëm një me një. Edhe po më shpjegonte se si e bante dhe çfarë lloj gjërash ishin tjera, so në përmjet cashback në online shopping kishte dhe produkte gjëra që shiteshin për make-up, për lëkurën, për weight loss, vitaminat, që tani mua më interesuan sepse unë nuk kam enough vitamin D në trup, diçka në shumë njerëz. Unë jam deficient që thonë ata, e kam të ullët dhe çdo 3 muaj unë vete shpohem, që e kam të merë, vete shpohem dhe më shikojnë që sa po lëviz. Plus me jepni një kokër, po unë kokrat si pëlqej tipik, kështu që gjeta këtë që kjo është plur. E hedh plurin edhe me ujë, edhe duket sikur po pi juice, jo sikur po pi vitamin juice, sikur po pi vitaminat. Po. Po, edhe më pëlqeu, se i thash, okay, po mendoja tash ta provoj, edhe shumë kështu fillova që me këtë fillova që nuk kishte që unë duhet paguaj lek që të shikoja çfarë bënte. Ajo ma shpjegoi, tha, mund të fillosh që pa lek, shiko, merë, ke website-in tënd, ke atë website, website është, edhe unë s'po e shih, po. E kuptoj. Faqja online. Faqja online, okay. Po, mgeta. Kështu që merë website-in tënd dhe çdo njeri pasaj që blen produktet ti me lek. So, unë i thash, okay, hajde se po e provojmë. Tani, me biznesi unë e di që humba, por aq sa humba me biznesi, nuk do humb me online. Të si përmarrje të re, po. Po, se e kisha këtë mendim që, okay, është diçka e re, nuk është diçka që unë e njoh shumë mirë, por unë shpi po re. Nuk është se po bëj ndonjë gjë. Të paktën po ri, po të paktën ma çik lek. Por $300, okay. Po të paktën avash të shikoj me çfarë mund të bëj. Unë e kam këtë mendim që u bë, sube. Të paktën e di që për një vit unë do të dedikoj kohën time për 20 orë në javë ose sa të dëshiron ti, se tani ti po punon për veten tënde. Sa orë do ti, do futesh ti. Nëse ti do që biznesi jo të rritet, of course do futesh më shumë orë. Ai sa fut aq del, domethënë ai sa fut brenda aq del jashtë, kështu që një tamam. Po. So, e thash, okay, ta provojmë edhe doli. Unë kam 2 muaj që kam filluar, edhe po ecën shumë mirë. Thash të paktën gjëja që unë kam kërkuar që kur u mbyll kopshi është që kur linda çupën në fakt. Është që unë dua të arris vetë. Se mami dhe babi tim nuk kanë ardhur imigrant dhe mami ikte në orën 4 të mëngjesit që merrte autobusin punonte për $5 dhe vinte në orën 1 në shtëpi. Babi na ndroi sa ishin në shkollë, që mami ishte në shtëpi po vinin nga shkolla. Edhe nuk e se na kanë gëzuar tamam. Edhe unë nuk e doja që të bëja të njëjtën gjë. Doja që çupën time dhe fëmijët e mi dua t'i rris vetë. Dua që kur shikoj kur ecën për herë të parë ose kur i del dhami, gjëra që ne edhe mos mund t'i
si ti them, mos mund ti humbësh. Humbësh sepse jemi në punë. Punojmë 19 ose 8-4, po prap duhet të ngrihesh një orë më shpejt, ta çosh në kopësht, ta marrësh, po gjërat janë gjërat e tjera. Kështu që më tepër prandaj ju futa kësaj që të punoj nga shtëpia. Atë duam tepër që edhe nuk është se vetëm do bëj këtë, se kam qef edhe real estate, dua të bëj edhe real estate, edhe klasat I kam bërë, edhe ajo është akoma flexible që unë mund të bëj diçka, po një ose të dyja, të paktën ti provojmë. U ben. Tani do shikojmë që tjetër. E provove, dhe kjo është diçka që është kjo regret që I thonë anglisht, është pishman lëku. Se nuk dua të jem, nëse të jem pishman për diçka që ishte në dorën time dhe nuk e bëra. Absolutisht. Edhe ti në fakt preke shumë tema aktuale, sepse sa prindër ka ose brezi ndoshta prindërve tan, edhe unë të njëjtën histori kam pasur, nga që ata nuk kanë qenë shumë prezent për ne, se kanë qenë brez bietues, sidomos kur vjen në Amerikë, do fillosh nga fillimi. Dhe neve na ka munguar kjo pjesë, edhe mendoj që shumë nga ne mamat sot po kthehemi dhe duam që të rikuperojmë atë kohë që ndoshta prindit tan nuk kanë shpenzuar aq shumë me ne. Edhe kjo është një metodë, biles këto quhet network marketing, unë kam folur shumë herë edhe në videot e mia. Do të thënë kjo network marketing është një model biznesi që t'jen në një rrjet apo jo, t'jen në një network, edhe secili është I lidhur me njëri tjetrin. Edhe kompania e caktuar varet në çfarë kompanie ti punon edhe për çfarë, domethënë është shërbim a produkt, por në rastin tënd janë produkte, me sa kuptova, për health and beauty, domethënë vitamina, make-up, kozmetika, që domethënë secili punon me njëri tjetrin dhe sa më shumë shitje bëhen, aq më shumë secili merr të ardhura nga këto shitje, domethënë njerëzit janë të lidhur me njëri tjetrin. Prandaj quhet network ose rrjet network marketing. Dhe diçka tjetër Silvana që unë e shikoj shpesh me këtë, sidomos në komunitetin tonë, është kjo besueshmëria ose besimi tek këto lloj biznesesh. Çfarë ndoshta këshilla do jepje ti, sepse shikoj që shpesh herë mungon nga që janë ndoshta biznese online dhe duken më pak të besueshme se ndoshta një biznes tjetër. Çfarë këshilla do jepje ti për ndoshta për mamat që mund ta shikojnë si një mundësi e mirë për extra income ose të ardhura të tjera, por ndoshta nuk janë akoma të sigurta nga që siç thash mungon besueshmëria se është diçka online dhe ngaherë duket too good to be true. Shumë e mirë për t'u besuar, si themi ne në shqip. So një gjë që unë e kam tek vetja ime është një gjë që e shikoj, jam vetë nga ato persona që ti shpjegove që janë shumë njerëz që e shikojnë dhe thonë janë too good to be true, që nuk e besojnë. Se dhe unë kam, nuk është se kjo për online shopping është e para, kam parë hundreds, kam parë shumë, po më tepër aty që u ofrova kësaj është që nuk kisha për të investuar lek në fillim. So janë sa që ti do paguash 200-300 që të futesh. Kurse kjo ishte, thoshta ajo, vetëm provo produktet. Nëse të pëlqejnë, okay. Nëse të pëlqejnë, okay. Ti e di ja bënte. Edhe mua më pëlqen produktet, edhe vazhdova. Edhe ajo një gjë që ne grupi jonë, se jemi një grup, jemi 5 femra në brenda në grup, edhe të tërë jemi mama që punojmë, plus kemi dhe punë tjetër, sa nuk punojnë, sa punojnë tjetër, po varet jemi prej të ndryshme të tëra. Një gjë që në qoftë se unë do ta shikoja që më pëlqeu, do vazhdoja. Në qoftë se jo, I thoshe, okay, të paktën ato që më pëlqyen produktet, nuk ishin dhe të shtrenjta, se nuk prisha $150 për një produkt. Unë harxova $20, po $20 ti do ta blesh anyway. Ti do ta përdorësh për veten tënde thuaj. Po. So, unë e kisha atë ide që, okay, unë vërtet prisha këto lek në biznes, po thash, e bëra që unë e mendoj risk factor. Risk factor, nuk ta them shqip,
Faktori I riskut, toleranca. Po, kështu që për shembull unë sa mund të humb. Që nuk ishte aq sa unë humba te kopshi. Tani unë thash do ta provoj për një vit. Gjatë kësaj viti unë do harxoj $1,000 me produktet, po unë 1.000 e kam të harxuar gjatë vitit, se I vjet 12 muaj, në 12 muaj ti ke prishur $1.000. Po në të njëjtën anë ti I prishe për biznesin tënd dhe nëse ti të pëlqen produktet, e ke si pasion, e ke si dëshirë, I bën që të dhe njerëzit e tjerë t'i blejnë. Se mos andash për të tjerët. Po, edhe në sa më shumë të shesësh ti, aq më shumë merr në fundit. Tani, ca e bajnë, e provojnë, e thonë, si ku 6 muaj se një vit, e thonë, okay, nuk është për mua, nuk është për të tjerë. Absolutisht. Ca do ikin, e ca nuk do ikin. Do ta bëjnë. Po tani, unë nuk do të thoshe që pse nuk e provova, nuk do të bëja pishman, siç të ti çfarë, pse nuk e provova këtë gjë. Ose pse mos ta provoj tani. Tani unë ne të tërë, se mos tani që është korona, ne të tërë në shtëpi jemi. Se ne të tërë online shopping I bëjmë nga shtëpia. Po pse mos ta provoj? Çfarë do humbim? Ta mentalitet kam unë. Edhe prandaj kur I shikoja shumë gjëra, e thash, okay, dhe te kjo, ndonjëherë është dhe koha, varet kur të tingullon, kur ndizet drita që bending. Edhe ashtu erdhi për mua që ishte koha. Që ju hodha, tani çiko. Shumë mirë, mendoj që është dhe një mënyrë tjetër për të punuar online, sepse siç po themi sot dhe me koronën, to bizneset online janë një mënyrë tjetër që mbetnojnë që bota avash po shkon online, dhe kjo është një mundësi tjetër e mirë. Normalisht jetë një kompani e besueshme dhe këtë do të bëja pyetjen next. Si e ka emrin kompania? So ne unë punoj për Market America, që për the Better Business Bureau, the BBB që I themi ne, kemi A+ rating, që deri tani jemi one of the highest që you can ta shikosh for the Better Business Bureau që mund të punosh një nga online marketing që I thoni juve. Edhe nëse nëse njerëzit duan të shkojnë ta shikojnë, të lexojnë, kanë pyetje, këtu jam gati që nëse ose di unë ka njëri tjetër që e di përgjigjen, jemi si themi ne komunitet, si jemi gratë shqiptare, po këtej dhe për ne që punojmë në shtëpi kemi komunitetin tonë që unë jam akoma e re dhe po tentoj si të rris biznesin, kështu që kam gratë që kanë 5 ose 10 vjet që po e bëjnë edhe thotë bëhet kështu. Janë shumë të ndihmueshme dhe në çdo rast, për shembull, në çdo kohë që ti ke ndonjë pyetje, atë kthehem përgjigje se nëse unë bëj mirë, bën dhe ajo mirë. Nëse ajo bën mirë, bëj dhe unë mirë. Kështu që ne kështu rritemi, kështu vazhdon biznesi. Më pëlqen sepse është bashkëpunim, jeni të gjitha win-win e mund, do me të jeni të lidhura dhe qëllimi është I përbashkët dhe ky mjedisi suportues dhe mbështetës, sepse kjo ka shumë rëndësi, sidomos kur ti merresh me një sipërmarrje, jo vetëm në këtë kompani, po edhe në general, kur ti je në biznes, gjëja më e rëndësishme që është që të gjesh mjedisin mbështetës për atë gjë që ti do bësh, sepse në fakt studimet tregojnë që është 80% e suksesit vjen nga mjedisi mbështetës dhe nga ndoshta disa njerëz mentor që ndoshta e kanë bërë diçka që ti e ke bërë për shumë vite, dhe ato vështirësi që ti po has, ato e kanë shumë të lehtë që të ndihmojnë, sepse I kanë hasur, I kanë hasur përpara. Unë I përqej këto se ne ndihmojmë shumë njëra tjetrën edhe nuk e kam atë mentalitetin që I don't know, mund ta kenë ta shqiptar, mos mund ta kenë, kështu që nuk them dot. Po e di sa njerëz në jetën time kam pasur këtë mentalitetin që se është ajo më mirë se unë. Edhe unë nuk e kam atë, unë dua që dhe personi që unë dua të ndihmoj të bëjnë mirë. Unë dua të ndihmoj, jam tip që unë ndihmoj shumë edhe nuk më kthehet edhe s'ka gjë.
po dua të ndihmoj dhe kam të ndihmoj sa mund. Edhe ashtu dua që dhe nga që jam dhe nga shtëpia, për shembull për femra që duan të punojnë nga shtëpia, dhe unë dua që t'i ndihmoj si ato të rrisin biznesin e tyre, si ato të punojnë nga shtëpia që të rrisin fëmijë, ose atë qef duan të ca njerëz duan të travel, duan të lëvizin, të bredhin. Të udhtojnë. Edhe unë kam atë qef, po dhe dua tani deri sot, kur punojmë 9-5 ose punojmë në zyrë, 2 javë na lejo, dhe ajo 2 javë është shumë pak. Kështu që është ka shumë benefite nga ana, ka shumë gjëra nga ana tjetër. Nga ana work-life balance, balancit me jetën të mund. Se nga njerë humë me këto balancat. Shumë, jo. Jo pak. Dhe të gjithë jemi në kërkim të balancit, nga njërë shkon në si peshorja, më shumë tek puna, se sa tek jeta, pastaj tek jeta, më shumë ke puna. Atë jetë që unë po bëja kur ishte daycare i hapur, ishte kopshi, nuk doja ta bëja, se unë ikja në 6 dhe vjen 6, që unë çupën se shikoja, me burin hi bye, dhe ai shkreti ikte mbas meje, unë ikja para ti dhe vija mbas ti, që i binte ne s'kishim kur të takoheshim. Kohë cilësore thuaj, kohë cilësore me tjetrën, po. Edhe një të shtu ndjerë që do bësh më parë, do bësh do gatuash, o do fshish shtëpinë, ose do ikësh në supermarket. Janë shumë gjëra që plus ndodhin dhe gjëra gjatë jetës që s'të lë. Se dhe unë edhe thashë, unë mërzita me atë jetë, doja diçka të ndryshme, doja ta ndryshoja, të provoja diçka tjetër. U bë, okay, po u bë mirë, po s'u bë, të paktën e fle mendjen që e provova. Absolutisht. Silvana, më pëlqen shumë personaliteti jot, shumë simpatik. Falenderoj për gjithë këto për gjithë informacion që ti ndave me ne nga ana jote, perspektiva jote, dhe nuk do të lodh shumë gjatë. Pyetja fundit është në një libër, sepse ne tashmë e dim që njohuria dhe mësimi i gjithë kohës në fusha të ndryshme është diçka që na pasuron jetën, jo vetëm anën profesionale, por overall që themun. Kështu që ke ndonjë libër ndoshta që mund të ndash me... So, një libër ma ka rekomanduar një profesor që unë mora këtë real estate class, edhe është Think and Grow Rich. Është për mua, se kur lexoj natën kur më del koha, edhe deri tani është shumë libri mirë, edhe me të ndryshon si të mendosh, dhe si ta shikosh jetën me një tjetër sy, si të investosh për jetën tënde, jo vetëm për lek, po dhe për kohë. Ta bën që ti vërtet të bësh një listë që ti kërkon nga jeta jote dhe çfarë do të marrësh nga jeta jote. Edhe nuk e kam mbaruar, se nuk kam pasur kohë, po deri tani më pëlqen shumë, edhe nëse ishte ndonjë libër, kjo do ishte që ti thosha grave shqiptare që lexoje, shiko, edhe mendo si mund të investosh për jetën tënde, për kohën tënde. Absolutisht, është një libër që unë ka qenë i dyti që kam lexuar, dhe normalisht është libri më powerful dhe që rekomandohet dhe më shumë biles, sepse flet për fuqizimin e mendjes dhe si mendojnë njerëzit jo vetëm të pasur, se nganjëherë ngatrojmë të pasurinë materiale me jetë të lumtur, me si të jemi më të përmbushur. Dhe ky libër ka shumë principles, si themi në shqip, parime, sepse janë parime që dikush biles autori Napoleon Hill i ka mbledhur në një libër dhe vetëm të përdorësh 1 ose 2 nga ato, se normalisht libri është i pasuruar me shumë, ti mund të ndryshoj jetën, sepse është një mënyrë tjetër e të menduarit. Mentaliteti dhe mindset, që është shumë shumë e rëndësishme, fuqizimi i mendjes, dhe kjo është një investim super në veten tënde dhe në njohurinë që ti mund të kesh me veten tënde. Dhe do kontribuoj pastaj. Ai që
tha për këtë librin, ai është një nga investorët në Massachusetts nga një më të mëdhenj dhe ka ka investments në çdo shtet të United States. Edhe ai tha, me këtë libër, tha, kur e kam lexuar, unë kam bërë 1 milion tha kur kam qenë 18 vjeç. Edhe imagjinon, ai është 45 vjeç. Këtu kur e ka bërë ai 1 milionin, i bie që tani është nothing. Kështu që ai tha, një ide të ndryshon jetën. Edhe libër is gonna hit you. Diçka do të bie në kokë, siç e tham, se nga një duhet edhe momenti i dur që të vi diçka në kokë, që ti thuash, ajo light bulb, shkon ajo drita ndizet, drita në mendje dhe thua, wow, se pas kam parë herë tjetër këtë. Edhe ajo një ide mund të ndryshojë jetën tënde. Po, vjen kohë që nuk jam e çuditur që ai person ka këtë histori. Okej, Silvana, shumë faleminderit, po të le të shkosh te vajza, se di që je aty afër. Puthe fort edhe shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe intervistën. Edhe pyetja e fundit është ku mund të gjejnë në qoftë se gratë shqiptare duan më shumë informacion, ndoshta edhe për këtë komanin, edhe për të qenë më mirë. Pse jo? Ku duash? Jam në Facebook, Instagram, ku duash, e kam Silvana Shejti Çuni, edhe në Instagram njësoj kam Silvana Çuni, kështu që shkruani, dërgoni mesazh, si të doni, kur doni. Absolutisht, edhe unë do fus link poshtë që të gjesh kollaj. Në qoftë se nuk mund të gjejnë. Silvana, të falenderoj edhe një herë dhe faleminderit për intervistën dhe do shihemi përsëri. Faleminderit. Bye.